Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot do të nisë rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta, të cilat më herët janë numëruar në qendrat e komunale të numërimit. Sipas KQZ-s, këto vendvotime përbëjnë 7.41% të gjithsej 2498 vendvotimeve të rregullta. Ky vendim i rinumërimit erdhi pasi përfundoi numërimin të gjitha votave. Nga ato lëvizja vetëvendosje ka dalë para me 47.13% të votave apo 53 deputet, pastaj vjen Partia Demokratike e Kosovës me 19.44% apo 22 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës me 16.69% apo 18 deputet dhe Aleanca me 6.74% apo 7 deputet. Pas certifikimit të këtyre zgjedhjeve, ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, u bëri thirrje forcave politike në Kosovë që të bashkëpunojnë në funksionalizimin e institucioneve dhe vazhdimin e reformave demokratike. Ai tha se partitë politike duhet të punojnë së bashku për të mirën e Kosovës, për të krijuar sa më shpejt një parlament të qëndrueshëm, një qeveri funksionale dhe një presidencë. Ambasadori tha se pas 18 muajsh pasigurie, partitë politike duhet të punojnë së bashku për të mirën e Kosovës. Sipas tij, kompromisi politik të mos shihet si dobësi apo lëshim, por si guxim dhe detyrë në shërbim të këtij vendi. Diplomati tha se Kosova duhet të japë besën për të ruajtur pavarësinë dhe sistemin demokratik të saj. Por pas sinjaleve të dhëna nga nënkryetari LDK-s Vjaziri për një mundësi bashkëpunimi me vetëvendosjen për një marrëveshje pako, ka reaguar bashkëpartiaku i tij Abdullah Hoti. Në një postim të tij, Hoti thotë se eksperimente me LDK-n dhe me të ardhmen e saj nuk do të ketë. Sipas tij, LDK nuk është prone askujt dhe nuk mund të jetë peng i interesave personale. LDK është më e madhe se secili individ, është një mision politik dhe historik. Për këtë Hoti tha se duhet të luftohet çdo mentalitet që dobëson aleancat tona historike dhe cënon rrugën euroatlantike të Kosovës. Dërsa dy politikanë gjatë ditës së djeshme u panë tek hapja e panajirit të librit në Prishtinë, ushtruesja e detyrës së presidentit Alvin Haxhiu tha se po lexon për drejtësi, ndërsa kryetari i Prishtinës Parim Rama po preferon libra për meditim. I thon pallat i rinis. Vetë se mesditën e së mërkurës, dyert e tij u hapën për krejt moshat. Por 5 ditë rresht, ky vend do të jetë një koqer i panajirit të librit 2026. Në ceremoninë hapse, e praneshme që edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Alvin Haxhiu, që tha se një qytetar që lexon i kupton më mirë sferat e jetës. Bile tregoi edhe titullin që preferon tash. Për momentin jam të e lexu librin e Montesquieu, mbi frymën e ligjeve, por është shumë i veçantë përveç tjerash sepse kam dhuratë nga nipi i Recep Qosjes, Valjeti. Krejt diçka tjetër, po shfleton kreu i Prishtinës. Ikigai që ndërlidhet me mënyrën e jetës, mënyrën e mendimit, që është një mënyrë multidimensionale, jo lineare. Si këta, u tha që nuk po veprojnë edhe të rinjët, që leximin tash po e bëjnë përmes internetit, për çka u bë edhe apel. Unë kisha porosit të gjitha ata lexuesit, të gjitha ata nxënësit të gruposhave të ndryshme, që leximi fizik i librit është pak më i shëndosh. Dikush për t'i tërhequr blerësit, vizualizoi atë se si teoria mund të kthehet në praktik. Është një platformë që quhet Arduino, që është një pllakë e vogël jak si soje, që ka bërë revolucion të madh në tetrit sidomos. Me një pllakë Arduino ti mund me realizu çka do. Me që përballen me hapësira të vogla, organizatorët kanë një kërkesë për institucionet. Jepini Kosovës një qendër moderne për kulturën dhe panajiret. Jam i bindur se përfitimet që i sjellin shoqënisë janë shumë fish më të mëdha se secili investim i bërë. Panajiri do të jetë i hapur deri më 21 qershor. Ndërkohë, qendra spitalore po përballet me mungesë të materialit për stenta. Ato nuk po ju vendosin pacientëve as në rastet emergjente. Ka menaxhmenti u tha se mungesa është e pjesshme dhe se janë në pritje të furnizimit të plotë. Ka 15 ditë që është i shtrirë në klinikën e kardiologjisë. Ky 81 vjeçar thot se përkundër që u soll me urgjencë në qendrën klinike universitare, ende përgjatë këtyre 2 javëve të hospitalizimit nuk i është bërë koronarografia dhe potencialisht as vendosja e stentave. Me mështi një koreografi me bon,
Për mu s'ka rem, nuk po vinë rem asja, nuk e di që vo. A ke bo koronarografia? Alaja. Pse s'pja bo? Po thonë jo sot, në listë kemi shti, a në listë ishtin edhe ata që desin. Pacienti tregon që kjo zvaritje po ndodh për shkak se ka mungesë të stentave. Kanë thonë që të martën të mërshkuar në vinë, po ato stendat e materiale. Po nuk po isha më ata. Ky shprehet i shqetësuar për shëndetin e tij dhe situatën aktuale në QKUK, teksa shton se ka qenë i stentuar edhe më parë. Ma shumë se 2 javë jam, ty prit në rënë jam, shëndetje s'pret. Nuk jem qa që shëllun të 10 qarën e kam, nuk o prit shtu. Pos këtij, televizioni gjatë ditës ka takuar edhe familjar të pacientëve të tjerë të moshave mbi 50 vjeç, që janë të spitalizuar dhe në pritje tash e sa ditë në mungesë të këtij materiali jetik. Në fakt, televizioni ditë më parë ka kuptuar që mungojnë disa nga dimensionet kryesore të stentave që kanë përdorim më të shpesh të pacientët. Mungesën e stentave ka konfirmuar edhe drejtuesi i klinikës, anise thot se ajo është gjysmake. Gjatë 2 javëve të fundit kemi pasur mungesa të pjasshme në furnizim. Jemi në pritje të furnizimit nga se operatorët ekonomik i kanë nënshkruar kontratët. Puna me pacient është duke vazhduar në mënyrë të rregullt. Të hënën dhe të martën deri në ora 13 janë kryer 23 raste. Kjo nuk është hera parë. Klan Kosova muaj më parë ka raportuar për mungesën e theksuar të stentave, ku kryeshin vetëm rastet urgjente. Parlamenti Evropian në seancën e zhvilluar gjatë ditës së djeshme ka votuar edhe amandamentin që lidhet me përdorimin e gjuhës shqipe në provimet e jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Në raport theksohet se autoritetet e Maqedonisë së Veriut duhet ta trajtojnë me urgjencë këtë çështje. Aty i bëhet thirrje autoritetet të Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore, për të siguruar zbatimin praktik të marrëveshjes kolonisë të Ohrit, si në ligj ashtu edhe në frym, dhe të mos i paraqesin në mënyrë të pasakt protestat e studentëve si të motivuara politikisht apo si një faktor destabilizues. Ky qëndrim i BE-s vjen pas një takimi të ditëve të fundit që studentët shqiptar patën me disa eurodeputet. E sot 27 udhëheqësit e Bashkimit Evropian po mbledhen në Bruksel për një samit 2 ditor të përqendruar në pushtimin e Ukrainës nga Rusia, balët tronditse nga ekonomia kineze dhe buxhetin e ardhshëm afatgjat të bllokut. Situata në lindjen e mesme, konkurrueshmëria, trafiku i drogës dhe migracioni do të jenë gjithashtu në agjendë. Samiti së enjtës vjen me njëherë pas një takimi të G7-s në Francë, i cili u ndosh nga afër dhe që arriti të bindë presidentin e SBA-s Donald Trump të nënshkruajë një deklaratë të përbashkët, duke u zëtuar të rrisë mbështetjen ushtarake për Kievin dhe të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Për evropianët, sigurimi i mbështetjes së Trumpit është një fitore e madhe diplomatike. Mesatarja e çmimeve për produktet ushqimore të Bashkimit Evropian u tejkalua për herë të parë në Shqipëri. Konsumatorët shqiptar kanë konsum individual për frymë të fuqisë blerëse sa 48% e mesatarës së Bashkimit Evropian dhe të ardhurat për frymë sa 43% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Për konsumin sipas fuqisë blerëse, Shqipëria renditet e parafundit në Evropë, duke lënë pas Bosnjën. Megjithatë, kur vjen puna për çmimet e ushqimeve, shqiptarët po i paguajnë ato gjithnjë më shtrenjtë. Në raport me mesatarën e Bashkimit Evropian, të matura sipas fuqisë blerëse nga Eurostat, kësaj Shqipëria ka çmime të ushqimeve rreth 3% më të shtrenjta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Me këto çmime sot nuk u mor kryeministri shqiptar Edi Rama, ai këtë mëngjes ja kushtoi promovimit të Bregdetit të Shëngjinit. Duke ndarë edhe pamje nga plazhet publike të Shëngjinit, Rama shkroi se plazhet çdo ditë bëhen më të pastra, më të organizuara dhe më mikpritëse për pushuesit shqiptare të huaj. Dje, Shqipëria me gjithë pasurinë e saj turistike trashëgimore u zgjedh antare Komitetit Ndërqeveritar për trashëgimin kulturore jo materiale të UNESCO-s me mbështetjen e 73 shteteve. Ne me kaq japim fund këtij edicioni informativ, ndërkaq pas një shkëputje të shkurtër marketingu, rikthehemi bashkë për një diskutim mbi dokumentarin e kolegut Liridonzi që i ri mbi masakrën e Dubravës.